Komës, bashkëtetar, bashkëprotestues, të dashur motra dhe vëllezër, të gjithë ju që jeni këtu në shesh me ne, dhe ata që nuk janë në shesh me ne, por që me zemër, me mendje dhe me shpirt, janë me ne, kudo që ata ndohen. Me emër të grupit koordinator, jam autorizuar për tyre të lexoj këtë deklaratë. Sot, në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i uroj popullit amerikan 250 vjetorin e pavarësisë së vendit të tyre. SBA-ja është një aleate strategjike e Republikës së Shqipërisë dhe një mik e çmuar e popullit shqiptar, që ka qëndruar pranë nesh në momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Në këtë ditë, kujtojmë edhe një nga dokumentet më me ndikim në historinë politike të botës, Deklaratën e Pavarësisë. Ajo nuk ishte vetëm shpallja e lidhjes së një shteti të ri, ishte shpallja e një parimi që vazhdon të frymëzojë popujt areban botës, se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se gëzojnë të drejta të patjetërsueshme, se qeveritë e marrin legitimitetin nga pëlqimi i të qeverisurve, dhe se qëllimi i tyre është mbrojtja e lirisë, dinjitetit dhe të drejtave të qytetarëve. Deklarata e pavarësisë na kujton gjithashtu se pushteti nuk është pronë e një qeverie, por një besim i dhënë nga qytetarët. Kur ky besim cënohet dhe kur të drejtat e njerëzve nuk mbrohen, shoqëritë demokratike kanë të drejtën dhe përgjegjësinë të kërkojnë ndryshimin me mjete paqësore dhe në përputhje me ligjin. Këto nuk janë vetëm parime amerikane, janë vlera universale mbi të cilat janë ndërtuar demokracitë moderne dhe aspiratat e çdo populli që kërkon liri, drejtësi dhe një qeverisje që i shërben qytetarëve. Gëzuar 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë kjo ditë një kujtesë se liria nuk është një dhuratë e pushtetit, por një drejtë e njerëzve, dhe se demokracia mbetet e fortë vetëm kur qytetarët e mbrojnë atë me përgjegjësi, kuptim dhe përkushtim.